Tash e 6 vite vajzat e klubit Mitrovicas të seniorët paguhen me rroga të rregullta 12 mujore. Jo as 8 muaj as 10, po paguhen 12 muaj. Po mos të ishim pjesëmarrës në Champions League, që mos të artëshim mjete prej UEFA-s edhe prej sponsorëve, sigurisht që kishim me pas të lashe. Kam vullnetin dhe dëshirën e një grupi sportazhve, ku pjesa e saj jam edhe unë si faktor kryesor. Kemi reaktivizuar Malishevën edhe sot Malisheva fatmirësisht me gjitha aty vështirësi që i kema funksionon. Është gjënan që sa ato nuk përkrahen dhe nuk trajtohen siç e meritojnë. Unë e thash që kur kam hyrë këtu në futboll të vajzat, atëherë nuk ka pas pagesa, edhe sot në shumë klube nuk ka. Jemi tash çdo herë kemi qenë 2, eventualisht 3 klube që i paguajnë vajzat me paga të rregullta. Nuk duhet të flas për klube tjera, po unë foli për klubin që menaxhojon. Tash e 6 vite vajzat e klubit Mitrovicas të seniorët paguhen me rroga të rregullta 12 mujore. Jo as 8 muaj as 10, po paguhen 12 muaj. Janë rroga, më thonë për të futbollit femror, janë më të mirat në Kosovë. Edhe sigurisht që pjesa më e madhe e këtyre vajzave vjen nga studentë. Me atë pagë që morën te klubi, kanë mundësi me kry fakultetin edhe studimet për vete që mos më bë borë e familjes për me mortarna. Nuk janë ashta ku me ditë sa, po për në regjion janë pagat më të mira. Sillen paga prej 400 deri në 600 euro, që te futbolli femror mendoj që është e mirë. Sa i përket Levërdis ose asajna që të futbollit djemë ka avancu shumë, se janë investimet më dhaja, edhe donatorët dhe sponsorat, shumë a letë shkojnë me sponsorizu një klub djeme se sa një klub të vajzave. Ne kemi do sponsorat që na vinë na ndihmojnë, po nuk janë ato mjetet mjaftueshme që na me përballu këto shpenzime që i kena edhe mujore dhe vjetore, se dikun viti neve na sillet rreth 200.000 euro, edhe po mos të ishim pjesëmarrës në Champions League, që mos të artëshim mjete prej UEFA-s edhe prej sponsorëve, sigurisht që kishim me pas të lashe. Për me majtë një klub të futbollit femrave është shumë vështirë. Pse është e vështirë? Sepse përkraja financiare edhe infrastruktura janë 2 barrierat kryesore që na kena vështirësi pothuajse gjithë kohën. Për shembull, te përkraja financiare në klubi Malishevës na veç kemi pas një pauzim, gara ose më thoni thuajse shurje për shkak këtyre 2 arsyeve. Vitin 2009 kur është themelu Malisheva ka fshu garat mas një viti për shkak se nuk ka pas mbështetje financiare dhe nuk ka pas infrastrukturën e duhur për stërvitje dhe për lojë. Vasa ne jam vullnetin dhe dëshirën e një grupi sportazhve, ku pjesa e saj jam edhe unë si faktor kryesor. Kemi reaktivizuar Malishevën edhe sot Malisheva fatmirësisht me gjitha aty vështirësi që i kema funksionon. Po barrierat janë shumë, tham barrierat, pengesat financiare dhe infrastruktura është dukshëm e rëndë ende. Unë mendoj që Kosova prej rajonit, prej Shqipërisë, Turqisë dhe prej Greqisë, Maqedonisë ka prej talente më të mëdha, por hasin vështirësi me anën financiare dhe me kushtet që ato përballen. Mendoj që ana financiare dhe kushtet në Kosovë duhet përmirësohen shumë, pasi unë realisht kam qenë në futbollin e vajzave në Kosovë dhe e di realisht si janë kushtet dhe trajtimin se e bojnë ata. Kohëve të fundit është përmirësuar patjetër që po, janë rreth 4 ekipet të cilat investojnë dhe kontribuojnë dukshëm në futbollin e femrave, por anën financiare nuk është shumë të zhvilluar dhe duhet me patjetër që ekipet dhe shteti i Kosovës ta ndihmojë futbollin e vajzave, sepse dukshëm ka talente shumë të mëdha dhe është gjënan nëse ato nuk përkrahen dhe nuk trajtohen siç e meritojnë.